duhet falenderoj në mënyrë të posaçme të mikun Zotrin që më solli këtë në takimin e Atinës. Jam shumë falenderues. Edhe ky do të qëndroj këtu si simbol i një fitoreje të paharrueshme. Fitoria me 19 e 10 në radhë për ne, mua dhe Partinë Socialiste. Diku në një sallë pritje këtu kam një dorë tjetër që ma ka dhuruar dikush tjetër në një nga fushatat, nuk e kujtoj eksakt cila prej tyre tani se janë bërë shumë, por me 2 gishtat dhe me trëndafilin, një tjetër fitore e bukur, ajo e numri 2. Kështu që shumë faleminderit, edhe kam shumë besim që me votën e diasporës ne do të arrijmë diçka spektakolare, në ndërkohë që kemi, mos gabohem tani se jam bërë shumë lëmsh kur i thonë në presionin e një agjende që ngarkohet çdo ditë më shumë, edhe që ka lëvizje të panumërta, por mos gabohem, kemi edhe një takim tjetër jashtë në Itali, dhe do të jetë ajo një kënaqësi e veçantë. Në ndërkohë që të gjithë shqiptarëve jashtë, atyre të Greqisë, atyre të Italisë, atyre të Europës, të mbar botës kudo ku janë, u them se ky është momenti ynë, është momenti i përputhjes së fateve. Nuk e kemi pasur këtë moment në asnjë moment tjetër të kohës, qysh se jemi shliruar nga makthi dhe nga kthetrat e diktaturës komuniste dhe kemi hyrë në rrugën e Europës për të bërë një ditë pjesë e pandar dhe e pandashme e Bashkimit Evropian.